Ekipe madhe që punon, përveç që aktorëve është teknika, janë organizatorët, janë menaxherat e setit për shembull, ka shumë lokacione, pastaj gjithë këta njerëz duhet paguhen. Për këtë gjaj thotë që sikur televizionet do kishin më shumë hapësirë për përkraje të këtyre serialeve, por jo vetëm duke ia dhënë minutazhën. Në këtë rast po jo vetëm duke ia dhënë hapësirën, sepse edhe është një ndihmës, po hapësirën po, mirë pa do të me punu dhe do të me mbajt një ekip. E një artist të përkushtuar nuk e bën vetëm xhirimin në set në orarin e caktuar. Sipas Butrintit, rëndësi ka disiplina në procesin e punës dhe energjia e mirë për të bërë atë që duan. Teksa e mohoj që janë përlar brenda ekipës, me këj ka raportet më të mira Butrinte. Këtë kaqa e kam lujt shfaqjen e parë si student. Kaqen e kam pas regjistorin, ndër regjistorët e parë profesional. E tash me kaqen edhe shpesh edhe përlahemi sidomos në set, jo shumë, po jashtë setit, ja mujna me bërë qështo, jashtu, anë e bën e mërë ti, ku shpët najtë, me kaqen, po me kaqen mas shumë të debatojmë. Edhe kemi kritika nda njëri tjetërit, po çdo herë për të mirë, edhe po ka njëherë edhe si një ti ta mbaj ke nervoz, se kaqa nuk di nervozit, Allah, edhe më bane nervoz. Edhe tash, të thamë kaqë, o graj mirë kjeri, to leje. Leje bre kaqë, s'ka dhe. Një herë, dy, bane një vash kaqë, leje dil jashtë, a e tha kryetari jeti ati, unë ati jetë respektoj, se për këtu në kartemë të qesë jashtë. Sepse e di që kemi shumë ergjimtar jashtë, po du më juru shumë, për shpëzoj rastin, më juru në shëndet familjen e juj, për këqyri kamerën. Po juroj shëndet familjen e juj, edhe kur të vini verës, thevna për kafe. Na ju pagujnë.